njeriu kur e jep zakatin, atëherë e kryen një prej urdhrave të Allahut Azza wa Jall dhe urdhrave të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmes kryerjes së këtyre urdhrave, atëherë ai e fiton këtë botë dhe e fiton botën tjetër. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall thot: "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun." Ju pra faleni namazin dhe japni zakatin dhe pasoni të dërguarin nëse dëshironi të jeni të mëshiruar. Thot Khazini, njëri prej dietarëve islam, thot: pra veproni me këto gjëra, me faljen e namazit, me japjen e zakatit, pasoni të dërguarin e tij, sepse kështu do ta arrini rahmetin dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E dyta prej objektivave të zakatit është pastrimi i zemrës dhe shpirtit të zakatdhënësit, atij që e jep zakatin. Pra, përmes japjes së zakatit pastrohet shpirti dhe zemra e atij që e ka jep zakatin. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Dhe ti Muhammed u merr zakatin atyre prej pasurisë së tyre në mënyrë që ti pastrojmë zemrat e tyre me dhënien e zakatit. Andaj, çka është kuptimi i pastrimit? Dietarët islam kanë thënë pastrimi në kupton pastrim nga gjunahet. Pastrim i zemrës në kupton pastrim i pasurisë e cila mund të jetë me halal dhe haram. Pastrim në kupton që ti përmes dhënies së zakatit u pastron zemrat atyre që u jap zakatin. Të gjitha këto pra mund të hyjnë te kuptimi i pastrimit pra në dhënien e zakatit. E treta, prej objektivave të zakatit është pasurimi i të varfërve. Përmes dhënies së zakatit neve dëshirojmë që ti balancojmë shtresat e njerëzve. Mos të mbetet shtresë e pasur dhe shtresë shumë e varfër, por të jenë në një nivel që të afrohen pra. Të kemi një shtresë të përafërt të njerëzve. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në ditën e Bajramit: "Ughnuhum fi hadha al-yawm." Pra, pasuronin këtë ditë që të mos mbeten ndonjë fukara pa bukë dhe që të mos mbeten në tryezën e ndonjë fukaraja apo jetimit, tryeza thot. E pasunika të mbushin tryezat e tyre. Pasuroni në këtë ditë që të jenë të barabartë. Kështu është edhe dhënia e zakatit që njerëzit pra fillojnë ta ndërtojnë jetën e tyre, fillojnë ta ndreqin jetën e tyre dhe ta zhvillojnë jetën e tyre kur marrin zakat nga të pasurit. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit, niveli i zakatit ka qenë nivelin më të bukur të mundshëm. Andaj dhe jo rastisht transmetohet se kur kanë shkuar për t'ia dhënë zakatin fukarave, të gjithë e kanë kthyer sepse nuk ka pasur nevojë. Aq shumë kanë dhënë zakat njerëzit. Dhe aq shumë janë bërë të varfrit për të ngritur saqë nuk kanë pas nevojë ta marrin zakatin e tjerëve. Andaj, po qëse ne e japim gjithë zakatin që kemi obligim, nuk do të mbetet asnjë fukara në botë. Dhe kjo është madhështia më e madhe dhe objektiva më e madhe e dhënies së zakatit.